për federatën, po edhe për neve që ne kemi kryer, me nota maksimale se përket kësaj licence. Mendoj që kemi mësuar mjaft shumë prej shumë ekspertëve që kanë ardhur në këtë licencim. Kanë ardhur edhe njerëz nga Anglia, nga Gjermania, të cilët kemi marrë përvojë të tyre, edhe mendoj që jemi ngritur profesionalisht. Licenca është një thënie që nuk bën trener, po duhet të punosh, të angazhohesh, edhe unë besoj shumë që ne duhet të bëhemi gati që në të ardhmen normalisht edhe ta marrim licencën pro, që besoj shumë që me përgatitjen që e kemi treguar na, unë mendoj që edhe Kosova do e gëzojë në të ardhmen që ta marrim këtu në Kosovë. Kjo për mua është shumë e rëndësishme, edhe mas pari na duhet me falenderu kryetarin e federatës Agim Ademin, i cili na mundsoi këtë kurs, që ne të kemi ma shumë njohuri, edhe normal që presim shumë më shumë se që kena pas njohuri. Unë e pres shumë për kësaj licencës se e du këtë punë edhe du me pas një tardhme sa ma të mirë.